Burin e kam nga Egjipti siç e dini, edhe sot vendosa të gatuaj një recetë andeja, me që i pëlqen, quhet koshari, edhe tani do t'u tregoj të gjithë procedurën se si e përgatitim këtë recetë, është shumë e gjatë. E duhet të gatuajmë 7 gatime, që të na dali një pjatë gatimi. Po çfarë të bëjmë tani? Nuk ja bëj shpesh, se lodhem shumë kur e përgatit. Por kur e bëj edhe e qaq, e kam mësuar mirë. Nuk është ndonjë kush e di e vështirë, vetëm që ka një procedurë të gjatë. Si të shikoni tani, çfarë do? Do qiqra, thjerza, siç i pati vendosa që të valojnë dhe të ndroj ujin e parë në fillim. Pastaj sa më shumë qepë dhe hudra, aq më mirë. I kanë gatimet pak të rënda në Egjipt, po s'ka gjë, kjo është edhe lezeti i tyre. Siç pat unë pastrova shumë qepë edhe hudra. Tani, përse më duhen qepët, duhet i presë në vilar të hollë, siç mund të shikoni aty, më të shumtat nga këto, se do t'i skuqë brenda në tigan me vaj dhe do t'u hedhë krip piper. Duhet që të skuqen mirë, po thuajse të digjen, unë nuk i lë deri në atë fazë, po në Egjipt ashtu i përgatitin në fakt, dhe unë i hodha dhe pak verë. Në qoftë se nuk doni, nuk mund t'i hidhni verë, nuk ka problem fare. Unë që t'u japi atë shijen e mirë, i hodha pak pasi u skuqin qepët. I hodha dhe një çik tamerik, edhe këtë mund të mos e përdorni në qoftë se nuk e doni. Unë ja hedh vetëm, ja edhe verë kaq një çik fare sa për shije, që të bënen kështu si karamellajt si quhen, edhe të dalin të shkëlqyera. Qepët u përgatitën, tani do pres hudrat në fakt doja që t'i prisja me dorë, po do dalin copa të mëdha, edhe vendosa t'i bluaj këtu në mikser. Hudra tani me se do t'i përgatit, pasi të coptohen në copa të vogla fare, unë do t'u hedh uthull, se kjo është një nga salsat që përdorin prapë për në koshari. Uthull, sa më shumë aq më mirë, mund ta mbajmë për 2-3 ditë në frigorifer, këtë të mbuluar kuptohet që mos na bjerë erë frigoriferi, nuk ka problem fare. Shtoj edhe një pak uthull aty, edhe është gati dhe një nga salsat e tjera. Kripe dhe piperi i hodha unë, nga që nuk u hodha këtyre thjerzave edhe makaronave, orizit i hodha, në fakt do t'i shikoni më pak këto të tjerat që përgatita, edhe ndaja i hodha pak kripë edhe piperë te kjo salca. Tani janë hudra me uthull, po nejse le ta themi salcë. Tani aty po përgatit orizin, unë hodha një kup me oriz, do me thënë një pak hodha unë, edhe do t'a skuqim një herë, si përgatitet pilafi, nuk ka se dhe një gjë ndryshe, do me thënë një kup me oriz, 2 kupa me ujë të nxehtë kuptohet, të valuar, edhe brenda i hodha krip, piper, tamerik, do t'a ul temperaturën në fund fare, do t'a lë avash që të ziej me flak të ullët, që të më bëhet i shkrifët pilafi. Një salcë tjetër që po përgatit tani është salca me domate. Unë këtu e bëra në copa të vogla domaten, por mund ta bluani fare, edhe që të mos kuptohet në të, se unë mire blova domaten, po nuk i blova qepët. Edhe burri donte edhe qepët të bluara, siç kuptoni. Edhe kjo nuk i pëlqeu aq shumë, ndaj edhe i përgatita një salcë tjetër ditën e nesërme. Po nejse, nuk ka problem fare, do me thënë këto qepët që unë i prova me dorë, mund t'i bëni dhe këto në mikser, që të mos kuptohen fare në salcë. Ashtu i përgatiten në Egjipt më tha. Ishte një gabim i vogël që bra unë, po nejse, mua më pëlqen kështu tani, s'ka probleme. Edhe i vendosim dhe këto të skuqen qepët, domaten, i hodha dhe pak pelte domateje, i trazova mirë, do dhe pak ujë kjo salca, dhe do t'a lëmë që të valoj pak. E duan më të ujshme, si që mund të shikoni aty, i hodha dhe ujin, pak krip, pak piper, edhe është edhe kjo gati që t'a vëmë më njanë, bashkë me gatimet e tjera. Si që u thashë, as edhe një gjë nuk është e vështirë, vetëm që është procedurë e gjatë. Ky është rigon që i hodha, dhe rigoni nëse doni, nëse nuk doni mund të mos i hidhni. Tani këtu po zi makarona. Duhen këto makaronat janë të voskra fare, që shkruajnë nga lart makaronin, kur i blen në supermarket, se duhet që të përzihen me të tjerat, me gjërat e tjera. I zjeva dhe makaronat, të mbajnë që unë i duajnë që al dente, edhe tani po i kulloj të gjitha me radhë. Këto janë qiqrat, të cilat
duan një 2-3 orë në fakt jo, ti lëm në ujë duan edhe pastaj ti vëm tenxhere presioni për gjysmore janë gati. Makaronat janë edhe këto gati, që të mona ngjiten me njëra tjetrën makaronat, nuk i nxinte aty dhe ndaja edhe ndrova edhe këtë kontejner i hodha në këtë më të madhe. Që të mona ngjiten me njëra tjetrën makaronja tani, duhet që tu hedhim pak vaj ulliri brenda, edhe deri të nesërmen janë okay, nuk ngjiten me njëra tjetrën. Po i përgatit me rasit shikoni tani të gjitha salcat, po i het në për kontejners që ti kem gati, që ti vendos dhe në frigorifer, se është sasi e madhe, kuptohet që bëra, nuk e kemi për një ditë, do ham dhe ditën e nesërme, burit mund të pëlqej dhe për ditën e tretë, aq shumë i pëlqen koshari. Këto janë thjerëzat që përgatita, mund t'i hidhni pak krip brenda në zjerje, unë nuk u hodha, ndaj dhe hodha tek salcat pak më shumë kripë, edhe ishte çdo gjë okay. Këto janë qepët e skuqura që përgatitëm. Si shikoni çdo gjë duhet ta hedhim në anë, do me thënë të mos i përziejmë bashkët, do përzihen në pjatë bashkë. Pilafi është gati, i shkrifët i mirë, edhe këto janë 7 gatimet që bëra, në qoftë se i kam numëruar mirë, që të na dalë një gatim i gjithi. Tani do t'u tregoj se si e ham, do me thënë si e vendosim në pjatë. Radha nuk ka rëndësi fare, si të doni juve, edhe shikoni tani se si përgatitet koshari. Si e përgatitim kosharin tani? Në fillim do hedhim qiqrat. Unë hedh qiqrat. Kam edhe burin, po më shikon. Pastaja orizin, mund t'i hedhni me çfarë radhë të doni, edhe me sasi çfarë të doni juve. Nëse doni më shumë oriz, më shumë qiqra, më pak qiqra. Dali duhet marrë një tjetër tani, se ajo du me oriz. Makarona, unë për shembull do hedh pak makarona, se nuk më pëlqejnë shumë. Qiqra hodha. Kjo është thjerza. Thjerza do pëlqejnë shumë mua, përkundrazi me burrin. Edhe do hedh shumë. Hodha. Pastaj një çik salcë domate. Një çik se s'dua shumë. Qep të skuqura. Po, kështu dua shumë. Burri po më shikon. Edhe hudhër me ç'është kjo? Garlic. Hudhër po uthua. Edhe uthu. Kështu duket. E trazojmë të gjithë bashkë tani, që të përzihet uthulla me hudrën edhe me të gjitha këto. Mund t'i hidhni dhe salcë djegse, si që hedh burrim, edhe si që hanë të gjithë egjiptianët, po mua nuk u pëlqen se shumë djegse. Edhe kështu do ta ham. Perfekt e bërë. Ciao!